O gote, vrej konjera, di gjopë se në kam pru këtu unë asi. Sigurisht që e di, sot do të vite kjo personaliteti më i lartë i vëndit. Pa, se li Berisha ka për tartë. Po pushare katonare se na qave do unë dhe veshin për të të më këtu. A ligjo që thot ajo, po jo, do vi personaliteti më i lartë i venit. Po ku ka matë mësë se li Berisha është qira, s'ku ka matë mësë se li Po Berisha. qa më katonarve? Që e falit më që kamre. Përzat, bani mirë të ushe që më proni mëna këtona me te. Po mi rushe, po. E në mu, do të me marrë gruja, pa e lash me nejtë se komi puli në shpi, e lash aty me nejtë. Mi lutem qetësi të dashur banor të Gërdecit, zonja dhe zotri, sot me rastin e përvjetorit të tragjedisë së Gërdecit, vjen tek ne presidenti i Republikës, zoti Bamir Topi. Vini, zoti president. Mirë mbrëma, mirë se ju gjeta. Mund të afroheni tek banorët? Po. O, bane, hec pa fyrë se kanë shpife, kanë pjesë gjitha, s'ka njëllë gjo, pa ho, hec. Mirë. Qeq, sa i bukur që e ka kë presidente, e? Pas mi pas ka da në flok me vinon. Sheshe. Këj ka pas me pik mbalëri, kur i bone? I ka pas olësim 94-ën. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma. Sot vi këtu në cilësinë e presidentit Republikës dhe si i tillë do doja të thoja disa gjëra, që nuk i di askush. Pikë së parë njëherë konstatoj që ju jeni banor të Gërdecit. Shë. Ku e zjetë më lallë, ku e zjetë më. Valaj tiron si qutë, është i qutë. Bravo i qoftë. Pikë së dyti, duke qenë president, kam burimet e mia të informacionit, të pa kontestueshme, dhe nga ato më rezulton se pikërisht përpara një viti këtu në Gërdec, ka ndodhur një shpërfim. E gara bërë. Luj veni. Ne nuk dim gjare. Ja, valaj. Dim gjare për zotë. Ja, dy që ati i Floron, si për kapti, asi gjo, As pula i me s'ka një gjo, valaj. Nuk di një gjë ju, po e di komandanti i forcave të armatosura. Do me thënë, unë. Rafë se li Berisha, rafë. Orti katonar, ti më kuptoti mu kur të flasu ty, apo jo? Nuk është Sali Berisha, është Bamir Topi. Por, mbi të gjitha, unë vi sot këtu, Si e? mirë, Prandaj kam ardhur. Mos harroni sot në orën 6 të sheshi të gjithë për një konsensus mbar shqiptar. Si e? mirë. Prandaj kam ardhur. Lumë goja Altin Shira. Pa pushare katonar, pushama. Por mbi të gjitha, siç po ju thoja, unë kam një parim. Burri që është burr e mban fjalën. Dhe unë këtu, në cilësinë e presidentit Republikës, në cilësinë e një prindi, në cilësinë e njeriu që zbaton ligjin dhe dekretet që veti firmos, vi t'ju jap atë e cila ju mungon prej kohësh. Por mbi të gjitha janë burr. E di valaj e burë. Kap në dhonë shpia, lopët gjithë, që në mund Gërdecë, kap në i dhonë. Më shumë, zoti Fermer. Që lope, viza ka për në dhonë me hek, asët kam, pa hek, me hek. Jo, siguroj që janë më shumë. Më shumë. Unë sot vi këtu t'ju jap dekoratën për durim deri të klasit parë me këtë motivacion. Për durimin e lartë që keni treguar me të gjithë ata që tallen dhe vazhdojnë të tallen me ju. Zotri, e meritoni. Rafsh. Falir. I halk ishte lala. Na jep edhe në i copë shpi se s'kena murë ku me e varkët. T'ju them të drejtën, nuk jam përgatitur, po jam i angazhuar plotësisht personalisht në këtë çështje. Jeni sigur? Zoti president, Po. e kisha dhe unë i kërkesë. Po si? Po deshe, në i dekorat që t'ka ngell aty,
A mund ma japësh për qunë në vogël, se i njeli goja qunit, duhet dhe unë një nga to lodlat e Xhaxhi Bamilit, thot, pa mune. Të them të drejtën kam... E në una du një, ma vej këtu vëllaj se me ma vonë këtu, s'nuk mlehuna me pa. Ju them të drejtën, s'na ka ardhur furnizimi i dekoratave, po kur të vi, ju siguroj që do t'ju jap. Vetëm një dekorat më ka mbetur, të cilën ja kam rezervuar posaçërisht prisit tuaj. Vallaj, unë... Gërdec o qytet i bekuar, prite mua. Si e babirë? Si jeni? Aje lo? Jo. Atë del buxheti. Mirë. E kam shkurtu pak, por... Nuk ka problem. Atëherë... Unë qaj për ju! Unë qaj për ju! E në nekin e qa për të? Jo, po unë qaj për ju! Jo, po ta dini se... Po... Mund t'ju jap këtë medalje, mirënjohje, Ma jep! për punën e palodhur që keni bërë, sidomos për çështjen e Gërdecit. Faleminderit shumë! E meritoni. Pak zonë zotë Berisha. Unë jo nga mendja dhe zemra s'ka për t'ju arruar juve. Për gjithë jetën ja këtu në qaf ka për t'u mbajtë varë. Se ju dyshu, se këte e mbrapa, ju nuk jeni thjesht një fshat. Ju jeni Gërdec City. Këtu e 35 vjetë që do qeverisun, por se bana Gërdecin kërë qytet pas Tiranës. Rofsh. Faleminderit. Pra, që t'ju them tjetër, besoj se të gjithë mbetën të kënaqur. Pa për atë halët e shtëpive, për atë halët do ja bëjmë për atë hallin tonë? E në i gjithë për pullën dhe ishe unë pëpate. Zotrim fshatar, t'ju them të drejtën, si që u thash dhe pak më përpara, unë respektoj ligjin dhe flas me dekrete, me firmosje, por në veçanti flas me heshtje. Respektoni heshtjen time. Pa për shëmë katunara, e një gjove që i flet me heshtje, respektoj heshtjen e presidentit.